Pas një ndeshjeje që arriti limitet e aspektit fizik, tani Interi ka nevojë që të pushojë pa. Por impenjimet në kampionat nuk e lejojnë dhe trajneri Simone Inzaghi e di mirë këtë. Megjithatë për duelin kundër Torinos do të ketë disa lojtarë që nuk do t'ja dalin dot për të qenë në fushën e lojës si Lautaro Mkhitaryan dhe Pavard. Kështu që trajneri do të bëjë rotacion duke qenë i detyruar dhe nuk mund të zbresë në fushën e lojës lojtarët më të mirë edhe pse ai nuk kërkon të bëjë hapa fals për të provuar shanset e titullit. Në port si gjithmonë do të jetë Zomer që është një nga elementet më të rëndësishëm dhe ndihmoi skuadrën me pritjet e jashtëzakonshme për të shkuar në finale. Përpara tij do të luajnë Bisek nga njëri krah dhe De Vrij në qendër për të lënë Acherbin pushim. Në të majt ka një balotazh, por me shumë mundësi mund të luajë Carlos Augusto. Kjo gjë bën që majtas të jetë Di Marco ose Zalewski, por italiani luajti pak me Barçën, kështu që mund të ketë një fanell titulari. Në krahun e djathtë pritet Darmian pasi Dumfries sakrifikoi dhe u largua nga fusha e lojës i shtrydhur. Në mesfushë do të ketë një fanell titulari për Christian Aslanin, ndërsa në krahët e tij do të luajnë Barella dhe Zielinski. Fratezi nuk është në formë optimale, dilemat e mëdha janë në sulm ku Arnautovic pritet që të luajë nga minuta e parë. Correa do të ishte një alternativë e besueshme, por trajneri nuk do që ta zhbilancojë skuadrën totalisht dhe me shumë mundësi do të luajë Thuram, i cili ka forcë pavarësisht se shpenzoi shumë kundër Barçës.